Në qytetin e Vlorës, drejtuesit e automjeteve përballen çdo ditë me një problematikë e cila sa vjen edhe po rëndohet e më tepër. Mungesa e parkimeve publike është një fakt tashmë në Vlorë, i cili ka bërë që drejtuesit e automjeteve të parkojnë makinat e tyre aty ku mundin. Panoramë të qartë të kësaj situate ta ofrojnë sot dy prej lagjeve kryesore të qytetit, Isa Boletini dhe 28 Nëntori, përgjatë blloqeve të banimit në segmente rrugore në brendësi të tyre, të cilat vazhdojnë paralelisht në bulevardin e Vlorës. Qindra makina çdo ditë parkojnë mbi trotuar, parkojnë në atë vend në të cilin duhet të kalonin banorët e zonës dhe jo të qëndrojnë makinat. Parkojnë po aty ku duhet të kalojnë personat me aftësi të kufizuara me karrocë apo nënat me fëmijë që kanë karrocën e bebit. Parkimet të cilat janë në kundërshtim edhe me kodin rrugor ndodhin në çdo moment të ditës. Madje ndodhin edhe kur situata monitorohet aty nga efektiv të policisë rrugore, asaj të rendit dhe policisë bashkiake. Madje konfirmohet se në drejtim të automjeteve ka 10 gjoba, por nuk e kanë ndalur fenomenin. Madje sa më tepër shtohen gjobat, aq më shumë shtohet edhe numri i makinave mbi trotuar, edhe nga nevoja për parkime publike, ku drejtuesit e mjeteve nuk kanë asnjë mundësi se ku të parkojnë automjetin. Të gjendur përballë këtij fakti, organet ligjzbatuese në Vlorë edhe në shumë raste e neglizhojnë situatën, pasi është vërtetuar që edhe gjobat e shumta nuk e frenojnë këtë fenomen. Kjo gjë ka bërë që të ketë një nevojë emergjente në qytet për parkime publike, me fajin e këtij fenomeni që vazhdon, që tashmë ka mbetur jetim. Kërkohet shtimi i parkimeve publike edhe për faktin që të vetmen mundësi që kanë këmbësorët është të kalojnë tek rruga e automjeteve, duke rrezikuar jetën e tyre. Aty kalojnë edhe personat me karrocë, me aftësi të kufizuara, fëmijët e vegjël, pensionistët, gratë dhe vajzat me fëmijë të vegjël në karrocë, duke bërë që situata të kthehet e rrezikshme edhe për jetën e tyre.